Faleminderit për fjalën. Raporti i monitorimit në 4 muaj është dokument shumë i rëndësishëm, siç tha dhe kryetari i grupit zoti Moçka. Shoh që mungojnë disa drejtori që nuk janë paraqitur te ky monitorim. Si merkata e peshkut, parkimet, po këtu po t'i zësh drejtorit e bën personale pastaj me drejtorin përkatës, edhe duket sikur e kemi atë. Në të vërtetë kemi administratën. Ndaj dhe ty zoti Shmet të thash në komisionin që nuk duhet të dilje në mbrojtje ose të ishe ti përgjegjësi për gjitha drejtorit që në komision. Për parkimet doja të dija çfarë është bërë me parkimet, se jemi futur dhe në sezonin turistik dhe trafiku në qytet është një kaos i vërtet. Sepse këtu kemi dhe të shkruar që në te sinjalistika horizontale thot edhe vertikale janë bërë vetëm 4 rrugë. 4 rrugë që janë bërë me sinjalistik. Ndërkohë që aksidentet dhe në qytet janë shumë të larta. Nuk e di çfarë masa keni marrë, domethënë po marrim të mirëqen çfarë është shkruar këtu. Riparime thot dhe rehabilitime të trotuareve që po e dim si janë bërë dhe shohim te sinjalistika faqja 68, sinjalistika horizontale dhe vertikale. Unë po shoh çfarë është bërë, 4 rrugë. Ndërkohë Bashkia e Vlorës di që ka më shumë rrugë, nuk e di sa ka, po ka më shumë rrugë. Cili trotuar është bërë keq? Trotuari Pelivan Leska. Po kështu është arroganca, këtu është bërë tani këtu të ndëryn. Po të flet nga vendi. Mua po më flet kryetari apo po flet atë. Po lere mu të shprehet ai. Po dali këtu para, çfarë na flet nga para? O Elir, të lutem, lere të shprehet. Unë s'po them 6 metor ku borin mbi kompjuter apo mbi trotuar. Unë po them çfarë është shkruar tu. Çfarë është shkruar tu? Edhe janë me sinjalistikë horizontale dhe vertikale janë 4 rrugë. Vasil Puka, Çamëria, Murat Tërbaçi dhe Ismail Qemali. Rrugët e tjera inekzistente. Çfarë keni shkruar ju? Jo çfarë them unë. Se unë them dhe edhe ato janë bërë me bojë të dobët, me sinjalistikë të dobët. Ja po, o zotri, me kë e ke tani? Tani vazhdo po lere. Qysh vazhdo ti? Jo po mbyll atë goj, si. Çfarë është kjo vazhdo ti? Arrogant si në komisione zvini, si edhe këtu? Jo, nuk ka të drejtë. Tani e ka me parkime të parat. Kush drejtori e parkimeve? Kush është nga administrata? Se ti më shkon mua, unë të shkoj ty. Vazhdo besi çfarë? Kush drejtori është e parkimeve? Çfarë bëj pyetje do të përgjigje drejtori? Ç'është ka qyteti? Jo, mama. Monitorime, ti lexuam. Ne kemi tjera. Kur ju përgjigje direkt nuk u pëlqen. Tash mbaro Po jam ka përgjigje drejtori nga rrugët këtu. Po është drejtori. Parkimet është bosh. Është drejtori. Është drejtori do të përgjigjet. Po një drejtor është ai, më tjetër jetë të Po jo më janë dhe tjerët, kështu janë. Po tani shikoj më një seri një seri për burgurimet njerëzore, një seri për parkimin ja. Po për infrastrukturë do thuash gjë. Por s'ka mobilitet urban, si Ore, thash, citova 2 drejtori, 3 drejtori, 2. Parkimet, po flisja për trafikun, mos ta bëj personale, thash. Sepse trafiku në qytet është kaos. Edhe ju na thatë që parkimet do ta rregullojnë. Në çfarë pikë jemi? Dhe po them për sinjalistikën, për aksidentet që po ndodhin. Rëndom javën e fundit. Po them sinjalistika ke këtu, sinjalistika horizontale dhe vertikale, vetëm 4 rrugë ke të lyera. Këtë administrohet ndërmarrje shërbime publike, do përgjigj drejtori. Nuk ka lidhje me drejtorinë parkimeve. Nuk ka lidhje. Më fal, kërkoj të flas të bëjmë ndërhyrje. Këshilltarët kanë të derojnë të arsyeshme për pikën. Nëse drejtorat dhe administrata prezent në këtë mbledhje këshilli ka argumentat e veta, pasi të mbarojnë këshilltarët, mund të japin argumentat e veta, sepse nuk është shumë normale që të flasin duke penguar njëri tjetrin. Po pikërisht atë duam të bëjmë. Po e drejton ti zotri edhe zotria ngrihet ulet tjetri. Më vjen keq. Ti mbaro diskutimin, pastaj të përgjigje drejtori. Po gjoni këshilltarët, nëse ka argumenta mund t'i japin. Jo të flasim ne duke penguar këshilltarin të thotë fjalën e vet. Këshilltari ka të drejtë zotri ta thotë fjalën e vet.
Po pra, këshilltari ka drejtën. Ati kemi dhënë të Dorimi drejtë. lexova, thash se shpika. Besi ke të drejtën tënde të vazhdosh. Unë nuk po mendoj dhe nuk po shikoj që Nëse ke problem maske. jo real. Është problem real, ka të drejtë. Për trafikun. Ndërmarrje është krijuar një ndërmarrje parkimi. Ore duam të dimë çfarë është bërë, çfarë po bëhet me parkimin. Po erdhi vera, ai ku vera. Është parkimi që ne kemi miratuar këtu. Dikush duhet të rritën ato të na. Përshëndetje, faleminderit për fjalën. Do t'ju lutesha të gjithë drejtorëve të kenë kujdes kur flasin këtu, mbrapa. Jo në atë mënyrë intimiduese, deri diku edhe rrugaçërie, sepse kur dikush flet këtu nga ne dhe ka marrë fjalën, do të thotë që duhet të respektuar. Te i kalove pak, ë? Jo, nuk e të i kalova Jo, fare. te i kalove. Tjetra, të lutem më lërë të veprime Po rrugaçërie. pse duhet mua, Nuk duhet të kur shpresh. dikush flet, zoti, mund të shpresh o zoti në këshill. Novruz, të lutem, Po. më lër të mbaroj fjalën, pastaj më mbarosh, kritikoni. po. Kur Po, zotria po. aty ishte duke folur, ishte detyra juaj ta ndaloni drejtorin aty sepse Unë- kishte unë fjalën. ndalova, Dakor? por Dhe nuk jo mund të ngrej thuash zërin ai në veprime atë rrugaçërie, mënyrë. nuk mund Absolutisht thuash. jo. Po jo. Mund të është ai mashkull, mund të isha unë femër. Nuk të shkon Të as lutem, ta ty, mbaroj as fjalën. këtij këshilli. Ta mbaroj fjalën. Mbaroj. Dakor, zoti Novruz? Mbaroj.